Një 30 vjeçar nga Shkodra është arrestuar në Lezhë pasi u lutonte me armë me vete. Gjatë operacionit në aksin Lezhë-Shkodër, policia ndaloi makinën në të cilën i riu po lutonte. Gjatë kontrollit fizik, Gledis Ustabeqirit me banim në Shkodër Juxhedi u sekuestrua një armëzjarri pistolet me 2 krejhera me municion luftarak. Ndaj të riut rëndon akuza për mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municionit. Arma e zjarrit e sekuestruar do të dërgohet në Institutin e Policisë Shkencore për të verifikuar nëse është përdorur në ndonjë ngjarje kriminale të ndodhur më parë. Materialet procedurale i referuan prokurisë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme. Ndërkohë, një 56 vjeçar ka rënë në prangat e policisë pasi ka qelluar me kosore një person. Sherrri mes tyre ka nisur në një lokal në qendër të Bushatit. 56 vjeçari ka qelluar disa herë me kosore një 39 vjeçar, i cili ka mbetur i dëmtuar në kokë dhe në pjesë të ndryshme të trupit, si dhe ka pësuar thyerje në krahun e djathtë. Ai ndodhet në spital por jashtë rrezikut për jetën.